ku ishte ai momenti kur, si më thonë, u preshën mes vete dhe u pa që nuk u arrit marrëveshja mes LDK-s dhe lëvizjes dhe të vendosur? Është mirë këtë me elaboru pak më shumë për arsye që është po prej publikut si një dëshirë e madhe e lidhjes demokratike të Kosovës. Një dëshirë po, tash e madhe për me hy në qeveri. Nuk ka qenë kur dëshira e LDK-s me marë pozita ministrore e me hy në qeveri. Nëse e këshim post për pozitat i kemi post të ofruara edhe pas 9 shkurtit, edhe pas 28 dhjetorit. Kishim mujt me i marë që ato pozita, edhe mës me ardhë në këtë pozicion. Po lidhja demokratike, jo, as nuk kemi bisedu me 9 shkurt, as kemi bisedu për pozita. Me pas 28 dhjetorit as nuk kemi bisedu për pozita për arsyet që lidhja demokratike e Kosovës ka qenë e qartë. Vendit i duhet stabilitet edhe i duhet balans i pushtetit. Edhe unë mendoj që lidhja demokratike e Kosovës e kam rri këto. Edhe pas 9 shkurtit, edhe pas 28 dhjetorit, është diskutu presidenti partijak. Për herë të parë, po diskutohet një president konsensual, një president që nuk imponohet prej lëvizjes vendosje. Kjo mendoj që